Narta, një nga fshatrat karakteristik të zonës së Vlorës, prej vitesh po përjeton një fenomen të thellë social, zbrazjen e tij nga të rinjt dhe mbetjen kryesisht të moshuarve. Dikur një komunitet i gjallë me aktivitet bujqësor, familje të mëdha dhe jetë të përditshme të ngjeshur, sot Narta po përballet me një realitet tjetër, një fshat që jetohet, por nuk rritet më. Shtëpitë tradicionale ende qëndrojnë në këmbë, por shumë prej tyre janë të mbyllura, rrugët janë të qeta, ndërsa zërat e fëmijëve janë pothuajse të zhdukur. Banorët thonë se kjo situatë është rezultat i viteve të tëra mungese të punësimit dhe kushteve të vështira ekonomike për të rinjt, të cilët janë larguar jashtë vendit për një jetë më të mirë. Megjithatë, lidhja emocionale me vetlindjen mbetet e fortë. Gjatë festave të Pashkëve, Narta ka parë një gjallërim të përkohshëm, kur emigrantët janë kthyer për të vizituar familjet e tyre. Këto ditë janë shfrytëzuar për të kaluar kohët me prindrit dhe për t'u çmallur me vendin ku janë rritur. Shumë prej tyre shprehen se një ditë mund të rikthehen, por jo në këto kushte. Në fillim na vinte keq. Tani që avash kalon mosha jon dhe e kuptojmë, gjëja më e mirë që mund të bëjmë, neve që për shembull unë jam 65 vjeç, kam ikur që në moshën 30 vjeç, po vajtëm 30 e ca vjet. E kuptoj tani moshën edhe derisa detyrimet me fëmijët tanë mbarojnë, ne duhet të vim patjetër. Duhet të vinë, e keni menduar? E kam menduar jashtë se jo unë, po edhe shumë mosha jonë që jemi për shembull mbi 50 vjeç, të gjithë duan të vinë. Se detyrimisht jeta ka një ditë që mbarojnë. Detyrimet kur mbarojnë, duhet të shikojnë veten. Dhe normalisht të moshuarit po largohen nga jeta dhe nuk ka vend, dëgjoj, kam vajtur në shumë vende, se kam vajtur në Angli, kam djalin edhe të gjitha kam vajtur. Vendi më të mirë nuk kam. Imagjino tani jemi në prill, shiko çka kohë është. Ku do gjesh vendi më të mirë se kështu? Edhe të rinj që ende mbajnë lidhje me fshatin, thonë se dëshira për të kthyer ekziston, por mungesa e punës dhe perspektivës i pengon. Ata shprehen se kthimi mund të ndodhë vetëm në të ardhmen, ndoshta kur të kenë arritur moshën e pensionit, nëse atëherë kushtet do të jenë më të favorshme. Vjen keq që është boshatisur Narta dhe mendoni se do të ktheheni një ditë? Shumë keq, shumë dua të kthem, ëndër kam në fakt të kthem, po jo në këto kondita. Se kemi familjen tonë, kam 2 fëmijë, jetoj në Gjermani, këtu e 12 vite, po me këto kondita nuk bëhet. Po kush e di, kur dalë në pension këtu do kthehem. Kur plakem e kam të sigurt, po tani për tani nuk është për këtu. Nga ana tjetër edhe prindrit e tyre që jetojnë ende në Nartë e pranojnë realitetin e hidhur. Ata thonë se fëmijët janë detyruar të largohen jashtë vendit, pikërisht për shkak të mungesës së perspektivës. Kanë ikur njerëzit, ju vjen keq që kanë ikur këtu? Njerëzit kanë ikur se nuk kanë punë. Po të kishin punë, luten edhe tani po të kenë punë vinë. Po, e kanë menduar fëmijët tuaj të kthehen një herë këtu? Në të ardhme apo? E kanë atë. Po ku, është puna që të zënë. Njëre e kanë arkitekte, ku do zërë punë për arkitekte. Tjetra është psikologi, ku do gjej punë. E të marrë ato lekë që merë atje. Ndërsa të rinjt janë larguar, kujdesi për të moshuarit është kthyer në një sfidë më vete. Në Nartë për të kujdesur për ta, vinë persona nga qyteti Vlorës, disa prej tyre jetojnë me qira në fshat, ndërsa të tjerë kanë blerë shtëpi dhe qëndrojnë aty për periudha të gjata, duke ndihmuar në përditshmërinë të moshuarve që kanë mbetur vetëm. Kjo situatë ka krijuar një realitet ri social, ku lidhjet familjare shpesh mbahen në distancë dhe kujdesi fizik për të moshuarit delegohet tek personat e jashtëm. Kanë mbetur vetëm pleq këtu, ju vjen keq? Shumë fare unë një plak mbaj nga Vlora. Sepse pensionin kanë qitë në na. 100.000 lekë kanë në na, jam e operuar nga zemra dhe marrë qitë ilaçe. E me detyruar i këtu. Shpinë e kam në mbrapa bashkisë. Po, dhe i shërben këtu. E shërbej zonjës, sepse ka marrë pension të ulët shumë. Po, ndërkohë janë duke u larguar njerëzit. Ska e të thotë nëna, 2 djemë që ka plaka që mbaj unë, i kanë Amerikë. Njëri ka 25 vjetë, bos. E tjetër tani ka një 8 vjetë që ka dajtë. Jo, kam bërë shtëpi, edhe në Greqi dhe ndaj po. Po, kur plakat ikin jetën tjetër? Do t'i shesi shtëpi. Ka njerë letrat e do t'i shesin. Se plakën që mbaj unë është 90 sa vjetë që plaka. Po ku do vim, buri është aq vite? Po ku do vete? Ku fshat s'ka as doktora s'gje. Do të spingilfor atje. Tu e me qerat? Po me qerat. Sa pagon qerat? 50. Ja, arjati. Ta shpeti. Shpit vjetra. Shpit vjetra. Ky hall është. Do gjej me lek. Ku të kemi? S'kemi, shkruajmë atje. Po pse keni ardhur në Nartë? Që vjen nga fshatrat andaj. Nga ke ardhur? Nga Smokina. Dhe i vendosëm këtu? Po. Jeton me qerat?
Ja kam lërë shtëpiu. A e ke blerë? Po këtu pse pikërisht në Nard? Qa do bëjmë ndër? Qa do bëjmë, na bërin njeri rrugën dhe ne që dhe rrimu. Po këtu çfarë bën, punon apo vjen? Unë pensionist kam punua, ka që vjetë në peshkim. Na kanë dalë në pension, punoj akoma. Roja nga plazh. Pavarësisht vështirësive, në Nard ekziston një ndjenjë shprese e heshtur. Banorët besojnë se një ditë fshati mund të rikthejë gjallërinë e tij, por kjo lidhet ngushtë me zhvillimin ekonomik dhe krijimin e mundësive të reja për punësim. Sot Narta mbetet një fshat mes kujtesës dhe realitetit, mes të shkuarës së gjallë dhe të tashmes së qetë, një vend ku shtëpit flasin për jetën që ka qenë, ndërsa rrugët e qeta tregojnë për jetën që mungon.